670 aplikues në total kanë shprehur interes për t'u përfshirë në paketën e maleve në territorin e Bashkisë Shkodër. Shifrat janë bërë publike nga drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit territorit në Bashkinë Shkodër, Mikel Kopsaj, gjatë një interviste për mediat. Për sa i përket paketën e maleve në Bashkinë Shkodër, ka një interes të lartë në aplikime. Janë afërsisht 670 aplikues për paketën e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër. Janë miratu me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Theth në Lysa 274 aplikues dhe Ragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrip. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketën e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër, nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq, do të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë. Sipas të dhënave të publikuara, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Theth ndër Lysaj me 274 aplikime dhe Ragam Sheldi me 51 aplikime. Në vijim, Bashkia Shkodër ka hapur thirrjen publike për aplikuesit e interesuar, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës përmes portalit e-Albania me qëllim nisjen e procedurës së njohjes si posedues jo pronar.